Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot është 22 prilli, dita e tokës. Nxënësit e klasës së 4 në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa përcollën mesazhe të forta ndërgjegjësimi për këtë ditë përmes vizatimeve ku pasqyrohen dëmet ndaj natyrës. Nxënësit e klasës së 4 në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa kanë përcjellë një mesazh të fortë ndërgjegjësimi me rastin e ditës së tokës, përmes vizatimeve të realizuara me shumë përkushtim, ku fëmijët kanë pasqyruar dëmet që i shkakton njeriu natyrës, si ndotja, prerja e pemëve dhe mbeturinat në mjedis. Në punimet e tyre nuk mungoi edhe mesazhi i shpresës, duke theksuar se çdo individ duhet të kujdeset për planetin, pasi toka është shtëpia jone e përbashkët. Unë këtu kam vizatuar dy palma, një pjesë të rërës, ujin e kaltër, që është shumë i pastër, dhe diellin duke perënduar që shndrinë dhe jep një pamje të mrekullueshme. Unë këtë vizatime e kam bërë për ditën e tokës. Në rastin e ditës së tokës kam vizatuar një botë me fëmijë, sepse bota me fëmijë është një pastërti. Piktura ime tregon një pemë të thatë e cila edhe ajri nuk është i pastër. Njerëzit duhet ta pastrojnë tokën dhe ta mbrojnë që edhe toka të kujdeset për ne. Me që sot është dita e tokës, u kam vendosur të bëj një pikturë për të mbrojtur tokën. Ne duhet të kursejmë energjinë, duhet të kursejmë naftën dhe duhet të riciklojmë gjërat. Duhet të kursejmë ujin dhe nuk duhet të ndotim ambientin për një tokë të shëndetshme. Qëllimi për këtë pikturë ishte për lulëzimin e tokës. Ne sa më mirë ta mbajmë të tokë, ajo të lulëzojë dhe të jetë më e bukur. Ne mund ta mbajmë në duar tona duke shkëlqyer një tokë sa më e pastër. Unë kam vizatuar planetin Tokë. Janë dy pjesë, pjesa e ndotur dhe pjesa pastër. Jemi ne njerëzit të cilët e shkaktojmë ndotjen e mjedisit. Unë në ditën e tokës kam vizatuar planetin Tokë, i cili është ndarë në dy pjesë, pjesën e pastër dhe pjesën e ndotur. Në pjesën e ndotur gjithçka është e tharë. Në pjesën e pastër gjithçka është e lulëzuar. Nëpërmjet artit, këta artistë të vegjël tregojnë se ndryshimi fillon nga secili prej nesh, me veprime të vogla, por me ndikim të madh për të ardhmen e planetit. Rikonstruktohet rruga Halim Haxhiu. Përmirësohet qarkullimi dhe siguria për banorët dhe nxënësit. Bashkia vijon investimet në infrastrukturën rrugore duke modernizuar akset e amortizuara në qytet. Bashkia Lushnjë vijon punën për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qytet dhe në lagjet e tij, me qëllim rritjen e cilësisë së jetesës për banorët dhe lehtësimin e qarkullimit. Së fundmi është nënshtruar rikonstruksionit rruga Halim Haxhiu, e cila ndodhet pranë shkollës jo publike në Nënshkruesi Pavarësisë në Bisefa. Kjo rrugë, ndonse e pozicionuar mes dy kanaleve kulluese, ka një rëndësi të veçantë për zonën pasi shërben për lëvizjen e banorëve dhe nxënësve. Rruga ka një gjatësi prej rreth 560 metrash dhe ka qenë në gjendje të amortizuar, duke vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve, sidomos në ditët me shi. Fal ndërhyrjes së ndërmarrjeve të punëve publike, është realizuar nën shtresa me çakull dhe stabilizant, duke vijuar më pas me shtrimin përfundimtar me asfalt, çka garanton një standard më të lartë dhe qëndrueshmëri në kohë. Ndërmarrja e punëve publike e Bashkisë Lushnjë prej kohësh po vijon ndërhyrjet në akse të ndryshme të qytetit, duke synuar rehabilitimin e rrugëve të amortizuara dhe modernizimin e infrastrukturës urbane. Ky investim jo vetëm që përmirëson ndjeshëm lëvizjen për banorët e zonës, por ndikon edhe në sigurinë rrugore, veçanërisht për nxënësit që frekuentojnë shkollën pranë saj. Banorët e zonës e kanë mirë pritur këtë investim, duke e konsideruar një ndërhyrje të domosdoshme që i jep fund problematikave të kahershme dhe përmirëson ndjeshëm përditshmërinë e tyre. Humbi jetën mëngjesin e sotëm në spitalin e Fierit dyshohet nga arresti kardiak një 69 vjeçar, që po kryente dënimin në burgun e Fierit. Një i dënuar 69 vjeçar ka humbur jetën në mënyrë të papritur në burgun e Fierit si pasojë e një arresti kardiak. Sipas njoftimit zyrtar, viktima është shtetasi Luan Bundo, i lindur me 1 korrik 1957 në Tiranë, i dënuar me 10 vite burg për veprat penale, dhënie ndihmë për kalim të palishëm të kufive dhe mashtrim.
Ai vuante dënimin në IEVP Fier që prej datës 6 gusht 2021 i transferuar nga institucioni Jordan Misja, ku i kishin mbetur për të vuajtur edhe 4 vite 11 muaj. Autoritetet bëjnë me dije se 69 vjeçari vuante nga disa sëmundje të rënda shoqëruese, përfshirë probleme neurologjike dhe kardiovaskulare, diabet mellitus dhe hipertension arterial, të cilat dyshohet se kanë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së tij shëndetësore. Mëngjesin e datës 22 prill 2026, ai është evidentuar me probleme shëndetësore në ambientet e burgut. Pas dhënies së ndihmës së parë, është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Fierit. Rreth orës 8:20 të mëngjesit, mjekët konfirmuan vdekjen e tij, duke dyshuar arrest kardiak. Më pas trupi është dërguar në morg. Pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Ky është rasti i 6 i raportuar nga Drejtoria e Burgjeve që nga fundi i muajit janar, ku të dënuar kanë humbur jetën kryesisht për shkaqe shëndetësore. Mungoj bashkë me avokatët edhe në seancën e sotme. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar gjobit avokatët dhe paralajmëron kryebashkiaken e Roskovecit, Majlinda Bufi. Shtyhet sërish gjyqi për ish kryebashkiaken e Roskovecit, Majlinda Bufi, pasi avokatët mbrojtës të saj munguan përsëri në seancë. Për shkak të mungesave të përsëritura, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë një ultimatum. Nëse nuk paraqiten në seancën e radhës, procesi do të vijojë në mungesë. Gjithashtu gjykata ka vendosur gjob prej 5.000 eurosh për secilin prej avokatëve mbrojtës. Më herët, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për Bufin, me akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Megjithatë, ajo nuk rrezikon burg, pasi është propozuar pezullimi i dënimit dhe vendosja në shërbim prove për 2 vite. Rriten rastet me HIV në Shqipëri, në Lushnjë me 2%. Ekspertët kërkojnë më shumë testime dhe ndërgjegjësim. Shqipëria po përballet me një rritje shqetësuese të rasteve të reja me HIV. Të dhënat më të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik tregojnë se gjatë vitit 2025 janë regjistruar 125 raste të reja deri në muajin tetor, duke kthyer situatën në nivelet më të larta që prej vitit 2016. Që nga viti 1993 në vend janë regjistruar gjithsej 1973 persona të prekur me HIV. Sipas ekspertëve, fenomeni mbetet i përqendruar kryesisht në zonat urbane, ku lëvizshmëria dhe dëmtësia e popullsisë janë më të larta. Pothuajse gjysma e rasteve jetojnë në Tiranë, ndërsa pasaj renditen Durrësi, Elbasani, Shkodra dhe Vlora. Ndërkohë qytetet si Lushnja, Fieri, Korça, Gjirokanstra dhe Saranda raportojnë përqindje më të ulta mes 2 dhe 3%. Megjithatë, specialistët theksojnë se shifrat më të ulta në rrethe mund të mos pasqyrojnë realitetin, pasi mungesa e testimit dhe stigma sociale pengojnë diagnostikimin e hershëm. Studimi tregon se HIV prek kryesisht moshat më aktive të shoqërisë. Grup mosha 25-29 vjeç rezulton më e rrezikuara, ndërsa raporti gjinor mbetet i lartë, me 3.5 meshkuj për çdo një femër të diagnostikuar. Tek femrat rreziku shfaqet më i theksuar në mosha 40-49 vjeçare. Ekspertët nënvizojnë se megjithse pas moshës 40 vjeç vjetër e një rënje graduale e rasteve, virusi mbetet i pranishëm në çdo grup mosh. Të dhënat tregojnë se rruga kryesore për hapjes së HIV në Shqipëri janë marrëdhëniet seksuale të pambrojtura. Transmetimi heteroseksual përbën 87% të rasteve në vitin 2025, ndërkohë meshkujt që kryejnë marrëdhënie seksuale me meshkuj konsiderohen grup me rrezik të lartë, por shpesh nënraportohen për shkak të stigmës. Në vitin 2025 është regjistruar edhe një rast i transmetimit nga nëna tek fëmia, duke rikujtuar rëndësinë e testimit gjatë shtatzënies. Një nga problemet më serioze mbetet zbulimi i vonë i sëmundjes. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, 34% e rasteve të reja në vitin 2025 janë diagnostikuar në stadin AIDS. Kjo ndodh sepse pacientët paraqiten për ndihmë vetëm kur simptomat janë të avancuara, duke humbur mundësinë për trajtim të hershëm me terapi antiretrovirale. Deri në fund të tetorit 2025 janë kryer rreth 60.000 testime në të gjithë vendin, por shumica prej tyre janë bërë me rekomandim mjekësor dhe jo me iniciativë personale. Testimi për HIV ofrohet falas dhe në mënyrë konfidenciale në Institutin e Shëndetit Publik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe në njësitë vendore të shëndetit publik dhe spitalet rajonale. Amerika po heton vdekjet dhe zhdukjet misterioze të 10 shkencëtarëve. Presidenti Trump e cilësoi situatën si mjaft serioze.
Komiteti mbikëqyrës i dhomës së përfaqësuesve në Amerikë ka nisur një hetim mbi një seri vdekjesh dhe zhdukjesh të shkencëtarëve të lidhur me programe të ndjeshme bërthamore dhe hapësinore. Autoritetet theksojnë se deri tani nuk është provuar asnjë lidhje mes rasteve, pasi disa prej tyre lidhen me vrasje të pazgjidhura, ndërsa të tjera me zhdukje pa shenja të aktivitetit kriminal. Sipas deklaratës, të paktën 10 persona, mes tyre një profesor i Massachusetts Institute of Technology, një general në pension i forcave ajrore dhe një inxhinier hapësinor, kanë humbur jetën ose janë zhdukur në rrethana të paqarta vitet e fundit. FBI ka konfirmuar se po heton nëse ekziston një lidhje mes këtyre rasteve në bashkëpunim me Departamentin e Energjisë, Departamentin e Luftës dhe partnerët lokal të zbatimit të ligjit për të gjetur përgjigje. Ndërkohë Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se çështja po trajtohet me seriozitet dhe po punon gjithashtu me agjencitë federale për të hetuar çdo lidhje të mundshme midis vdekjeve dhe zhdukjeve, ndërsa presidenti Donald Trump e cilësoi situatën si mjaft serioze. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.